Shtëpin po e lën, sepse atë ua ka ploj uje. 10 familje si kjo në Gjakov u detyruan të evakueshin këtë të martë, me qereshjet me bollëk të shiut shkaktuan përmbytje të mëdha në disa zona të Kosovës, duke lënë shumë qytetarë pa kul mbi kokë, pa rrymë, pa ujë të pishëm dhe duke shkaktuar vështirësi në komunikacion. Gjendja është emergjente, kemi kryer shtabin emergjent, ka vërshime, ka përmbysje, ka veç lëndime s'ka, për fat mirë njerëz nuk ka lëndime. Ato që nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës u paralajmëruan si riga shiu, dolën të jenë shumë më të ashpra në Malishev. Situata këtu është aq e rëndë, saqë edhe fillimi i gjysmëvjetorit të dytë shkollor u shty për datën 12 janar. Valla gjendja është e rënduar s'kemi, disa familje kemi evaku, janë dëmtu ambientet e jetesës aty për shkak të vërshimeve. Vërshimet krijuan vështirësi edhe për familjet në Drenas e Skënderaj. Sikur të mos mjaftonin këto, Drenasasit bashkë me Malishevasit e Rahovecianët mbetën edhe në terr, me që në stacionin në Drenicë u përfshin nga uji. Pa dëme nuk shpëtuan dot as bujshit, sidomos ata në komunën e Suarekës, ku puna e një viti u përmbyt brenda pak orësh. Kemi pjesë të vërshimeve të arave, toka bujqësore, mirë po domet janë në bujqësimet, aja që domet s'ke. Hjekat nuk përfundojnë këtu. KRU Mitrovica dhe KRU Prishtina njoftuan për ndërprerje të furnizimit me ujë për shkak të turvullueshmërisë së lartë në kanalin e Ibër-Lepencit, duke lënë të thara robinetet në Fushë Kosovë, Obiliq e deri në lagjën Kalabria në Prishtinë. Sipas Institutit Hidrometeorologjik, rreshtet e regjistruara nga 3 deri më 5 janar kanë bërë që lumenjtë që rrjedhin nga Alpët shqiptare të dalin nga shtretërit e tyre dhe se ato pritet të vazhdojnë edhe ditëve në vijim. Derisa situata të rikthehet në normalitet, autoritetet komunale qendrore kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar. Shënjestër.net